Welcome home Ramadan. وبه أستعين وأصلي وأسلم على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله وعلى من سنته اتبع وبهديه اهتدى إلى يوم الدين وبعد. الله سبحانه وتعالى falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Vezër do të flas pak që elhamdulillah dhe sot me pas dobi lutim Allahun me këtë mexhlis të bekuar, në muajin e bekuar, në muajin e Ramazanit, në muajin madhështor, do të flas diçka rreth lidhjes së agjerimit me durimin, me sabrin. Sabri vëllezër, kur kanë fol dietarët për sabrin, ne shumë herë i përmendim ka prej dietarëve plot mashallah, por diçish sikurse në të shumtën e rasteve, nxënësi i Sheikhul Islam ibn Taymiyes ibn Qayyimi po na sjell diçka me të vërtetë që nuk mund ta nashkalohet fjala ati. Kur ka fol ai rahimahullah për sabrin, ka thonë huwa as-sabru huwa habsu an-nafsi an al-jaz'i wa at-tadarru' wa habsu al-lisani an ash-shakwa wa habsu al-jawarihi an at-tashwish. Thot Ibn Qayyimi kur ka fol për sabrin, ka thonë sabri, durimi, do të thot mbaja e vetit nga ankthi, nga panika, nga çudia kur godet një fatkeqësi, me pas veten kontroll. Wa tasakhut, dhe revoltimet, bërtitmet, pisketmet. Wa habsu al-lisani an ash-shakwa, dhe mbajtja e gjuhës nga ankesa, mos më u anku shumë. Kim ma boni këto, ai ma boni ato, kim tha kështu. Pastaj wa habsu al-jawarihi an at-tashwish, dhe me i mbajtur, me i pas në kontroll gjymtyrët e trupit nga çrregullimet, nga lëvizjet jo të bukura, nga lëvizjet e panevojshme kur ndodhen diçka e keqe. Allahu subhanahu wa taala vëllezër për sabrin e ka përmend në Kur'an, por thon mufessirët këtu e ka pas Allahu xheleshanu për qëllim cilin e ka pas për qëllim agjërimi. Thot Allahu: Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin. O ju të cilët keni besuar, kërkoni prej Allahu xheleshanuhu të ju ndihmon nëpërmjet kuj, ista'inu bis-sabri was-salah. Sabri juaj, durimi juaj tjetë ajo mjeti, mekanizmi e cili ju mbron dhe ju largon dhe bën që ju të i kaloni fatkeqësitë dhe momentet e vështira. Kur keni panik, kur ju godet diçka e keqe, me sabër, e thon komentatorët, ki është agjerimi, o salat dhe namazi dihet, inna Allaha ma'as-sabirin, dhe Allahu është gjithmonë me durimtarët. Puna e agjerimit është me të vërtet diçka shumë madhështore. Thot pejgamberi alayhis salam: Siyamu shahri sabr, me agjeru muajin e durimit. Wa thalathati ayamin min kulli shahr yudhhibna wahnal, ka thon pejgamberi, au mughilla. I than sahabët: wa ma al-mughillatu ya Rasul Allah? Qala huwa rijsu ash-shaytan. Pejgamberi alayhis salam tha, të agjeroni muajin e sabrit. E ka pas qëllim muajin e Ramazanit, e ka emërtu Muhamedi alayhis salam muaj sabrit. Kush e agjeron me fjalë tjera muajin e sabrit, muajin e agjerimit, dhe 3 ditë në çdo muaj, këto e largojnë besimtarin nga kjo mughille, çka ka thon pejgamberi alayhis salam. E sahabët i thanë, çka është kjo? Ka thonë rijsu shejtan. Ajo hisja shejtanit që e ka njeriu në gjoks, ato përshpëritjet, ajo ndyrësira e shejtanit e cila përpiqet me ta nxi zemrën, me ta mbëshjell zemrën me gaflet, nuk mund të pastrohet me diçka tjetër vetëm se me agjerimin e kujt, e muajit të sabrit që është muaji i bekuar i Ramazanit. Thot Allahu subhanahu wa taala për sabrin dhe për agjerimin, thot: Innama yuwaffa as-sabirun qalu al-maqsud as-saimun ajrahum bighayri hisab. Durimtarve, agjeruesve, Allahu xheleshanu ka me i dhon shpërblim ditën e gjykimit pa hesab. Çka është kjo pa hesab vëllezër? Kan thonë dietarët, komentatorët thonë, për këto durimtarët dhe për agjeruesit nuk ka mizan, hiç e thot Allah, këtu speshohen këto. As dewavin, as regjistra që kanë shkruajt melekët. Meleku e ka shkruajt atë që ku ta di se va, pa Allah që këtu tash unë e jap.
Innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Ato rregullat kil, el wazn, mas peshore për agjirusin hiqen dhe për ato durimtarin nuk vlen ditën e gjykimit. Pse? Thot Allahu xhelleshanu këtu s'kam, nuk shkojnë çështjet. Ai limiti këtu nuk ekziston. Ai limiti këtu nuk mirret parasysh. Ju jep Allahu pa llogari, tek Allahu ka llogari. Amor tek njerëzit, edhe njerëzit nuk e kanë mendu, nuk e kanë llogarit se Allahu ka atë shumë ato me i shpërbli, sa që Allahu e ka përmend bi ghayri hisab. Edhe një ajet shumë interesant ku thot Allahu xhelleshanu besimtarve, kulu washtarabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliya. Hani dhe pini, që tash hani dhe pini ditën e gjykimit në xhennet. Allahu i thot besimtarve, thon përsëri këtu e ka për qëllim kush agjeruesit që kanë agjeruar në dinjë. Allahu i thot hani edhe pini, bima hani'an, ju boft mirë, kënaqeni, bima aslaftum fil ayamil khaliya. Kjo është për atë ditë që i lat ju mbas. Kjo haje dhe kjo pije është për atë ditë. Atë kujtohet kur pijesh të ujë shumë, e te la ujin, nuk pite ujë, e braktise. Pse? Për hir të Allahut subhanahu wa taala, pse agjiron. Një ditë hahesh të ushqim, kishe nevojë ndoshta disa herë edhe për epshin e kështu me radh, të gjitha thot Allahu i braktise, e tash thot ha kënaqu. E çka do të thot Allahu xheleshanu atyre, të cilët i përdorën këto në kohrat e ndaluara. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون العذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. Allahu ju thot kështu atyre që muajin e Ramazanit janë tallë me besimtarët. Çka ka nevojë Zoti për agjerimin tonë? A ka nevojë për namazin tonë? Allahu i thot atyre, dhe ato çka kanë bë? Kanë hangë dhe kanë pi, edhe pse nuk kanë qenë të sëmuar. Edhe këto gjithmonë është mirë me përmend se ndoshta dikush i cili nuk mundet me agjeru kur e ndëgjon këto ndoshta diçish po mërzitet. Jo, ato janë të lirë prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj Allahu i ka liruar ata të sëmurit. Por këto të cilët janë të shëndosh dhe e kanë obligim, Allahu xhelleshanu thot adhabtum tayyibatikum. Ju tash keni me agjeru. Ju tash keni me agjeru. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam, men shariba al-khamra fi ad-dunya lam yashrabha fi al-akhirah wa man labisa al-harira fi ad-dunya lam yalbashu fi al-akhirah. Fil akhirati. Pejgamberi alayhis salam thot ai i cili ka pi alkool në dunjë, prej alkoolit të xhenetit ai ka të ndaluar me pi. E Allahu xheleshau thot wa khamrin ladhatin lisharibin, e ka përmend alkoolin e mirë që nuk ta merr mendën, nuk të bën të dehur, ladha, knatësi e madhe, lezet është pija alkoolit në xhenet, por ato të cilët në dinjë e kanë braktis. Prandaj lutim Allahun xheleshanu që nëpërmjet agjerimit, nëpërmjet sabrit na largon nga gjitha ato vepra, nga gjitha ato vese, të cilat i ronojnë sevapet, të cilat e paksojnë sevapi shpërblimin e agjerimit, dhe lutim Allahun xheleshanu që ditën e gjykimit na shpërblen Allahu bi ghayri hisab. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.